terreni është i vështirë, sfida është e vështirë, një pjesë e njerëzve janë kundër, ca thonë të ka fut Saliu, ca tjerë thonë të ka fut Rama, ca të ka fut Sorosi, ca të ka fut Agroni. Të gjitha versionet janë të mundshme, por në fakt, atë po diskutoja me një shok tani, po konstatoj që ndryshe nga herët e tjera, niveli ose sasia këtyre që i bëjnë këto akuza është më i ulët. Ka më pak nga këta, dhe ka përkundrazi shumë mbështetje, inkurajime nga njerëz që janë opozitar, dhe sidomos janë opozitar të pa lidhur drejt për drejt, pa asociuar me parti politike. Do të ka një energji shprespritëse tek njerëzit, e cila eventualisht mund të dalë sipërfaqe në momentin që del diçka pozitive. Një pjesë e kësaj energjie ka dalë, është shfaqur, ndoshta edhe zhgënjur me partitë e reja, por ka akoma njerëz që pavarësisht skenës politike dhe partive të reja dhe vogla presin diçka më të mirë se sa aq. Dhe kjo të bën të mendosh që ka shpresë, gjithsesi, gjërat mund ndryshojnë. Pra ka akoma një energji rezervë që nuk është shfrytzuar nga opozita për të ndryshuar gjërat. Qëndrimet mbështetëse i kemi për këtë nisëm, i kemi pas nga të gjitha anët. Kemi pas qëndrime mbështetëse nga njerëz që janë afër PD-s, nga njerëz ose brenda PD. Kemi pas qëndrime mbështetëse nga njerëz që janë jashtë PD-s, ndoshta edhe të zgënjur nga PD-ja, nga ata që që kanë votuar për Shehajn, për Lapajn, për dikë tjetër, edhe ata pra vinë nga të gjitha anët. Prandaj thash që është një energji shtesë, e cila është ende pa shfrytzuar. Sepse po ti mbledhësh gjithë ato që janë edhe si vota, si energji sot, është e qartë që opozita nuk është në pozicion shumice. Pavarësisht kjo duhet relativizuar se zgjedhjet nuk ishin zgjedhje normale sipas standardeve në Shqipëri. Po përtej kësaj, është e qartë që opozita ka vështirësi, frymëzimi, mobilizimi të elektoratit vetë edhe më gjerë. Kështu që një energji rezervë është aty. Çështja është që duhet zgjuar kjo energji rezervë. Kjo gjë që po bëjmë ne mund të arrijë deri diku ta nxjisë, ta ngacmoj pak këtë lloj energjie, sepse qoftë edhe fakti që partitë e opozitës mund të bashkëpunojnë me njëra tjetrën, qoftë edhe për 2-3 tema të caktuara, 2-3 çështje të caktuara, i bën njerëzit mendojnë që opozita ka një lloj shpresë. Sepse ka disa është një pjesë e elektoratit, të cilët ditën e zgjedhjeve shohin zgjedhjet, shohin dhe partitë kush janë garë, thonë çfarë të votoj unë? Domethënë pse të votoj supozojmë për partitë e djathta, kur e di që këta s'do të fitojnë zgjedhjet, edhe për ton. Me uçu, ose me ardh nga me lëm plazhin ose diçka tjetër. Ose e bën dhe si protestë, nuk është 100% i kënaqur. Kur e shikon që këto parti bashkëpunojnë dhe ka një mundësi reale që të rrezikojnë pushtetin dhe eventualisht të fitojnë, atëherë mobilizohet edhe ky niveli i elektoratit për të ardhur dhe për të votuar. Pra, në fund të fundit, ky bashkëpunim i opozitës në thelb prodhon më tepër se sa thjesht bashkimin numerik. Ka paktën 5 raste që janë aty te grupi jon. Ka dhe rreth të tjera që i dijon, për shembull në këtë moment që ne flasim është edhe një nismë tjetër, e cila është pak më specifike, më e fokusuar se e jona, sepse ne duam vendosim një kuadër kornizë pak më përgjithshme. Ta të tjerët duan të bëjnë çështje specifike që lidhet me kodin zgjedhor. Ka vite që unë dëgjoj rrotull njerëz si duhet të mblidhemi, duhet të angazhohemi, duhet bëjmë etj. Nuk ka funksionuar deri më sot sepse niset një gjë, lihet mes, futen punët, streset e jetës etj. Dhe ti nuk e gjen ose se gjen atë motivimin, ose dekurajohesh. Se ka disa mënyra për të angazhuar. Ne kemi gjetë një mënyrë më komode për të ndihmuar proceset politike të opozitës. Do thënë, kemi një angazhim që është publik dhe politik de facto, por pa qenë partijak. Nuk jemi në një parti, se ajo ka koston e vet, dhe këtë kanë frikë shumë intelektual, dhe ka të tillë, plot. Por nga ana tjetër nuk jemi në parti, nuk jemi përzir aty dhe as nuk është parti kjo gjë që po bëjmë. Ka intelektual të cilët sot ose janë të izoluar, mendojnë që ky vend s'ke çati bësh ti, sado i zgjuar i mençur i shkolluar që thjesht nuk kam me të dëgjuar njëri ty dhe kanë pjesërisht të drejtë. Dhe nga ana tjetër ke edhe nga ata që duan të bëjnë diçka, po ose nuk e kanë atë vullnetin për të shkuar gjërave me vendosmëri deri në fund për të organizuar siç organizojmë ne, ose pastaj thjesht u ikën në një entuziazëm i rrugës edhe ftofen.
por ka dhe nga këta, nuk është Shqipëria pa këta. E keqja është që politika ka shkuar në atë lloj niveli sa ka krijuar një imazh aq të keq për veten e vet sa intelektualit i tremb. Edhe vetë publiku e reflekton këtë. Për shembull, gjëja e parë që ti bën, unë jam mësuar këtë gjë dhe s'më bën shumë përshtypje, dhe ta thash edhe që në fillim bisedës, në momentin që unë bëra postime në Facebook për këtë gjë, do shikoje plot nga këta. Dhe unë shikoj në të, për shembull, ishan dje kam qenë në disa emisione, par dje gjithashtu, për shkak se po naftojnë për ta prezantuar nismën. Dhe unë shikoj që nga njëri emision ke tjetri, del njëri dhe thot ti e kaltroje thot i partive të vogla. Del tjetri dhe thot ty po të përdor Saliu për këtë gjë. Del tjetri dhe thot ti e Paterica Ramës ka futur Rama si spion, si agent çdo shtitën. Del tjetri thot Sorosi po të përdor ty për të gjanë komplotin e vet ndërkombëtar kështu. Domethënë në këtë moment një intelektual, supozojmë sidomos kur është i ri dhe nuk është i rrahur, nuk e ka lëkurën e trash nga këto gjëra, i shikon këtë gjë për këta njerëz po lodhem unë, se në parim një intelektual nuk është se ka shumë nevojë të përfshihet në politikë për të rregulluar situatën e vet ekonomike. S'ka fare, përkundër do bëj sakrifica. Në momentin që dikush si unë si përmarrës etj do merret me këto gjëra, është e sigurt që do lej anash punën e vet, profesionin e vet. Atë pse ti lej këto gjëra unë për këta njerëz kur këta njerëz mund të ma interpretojnë kështu. Por dikush që ka pak më tepër përvojë kjo gjë e di që kjo është një kategori njerëzve që gjithsesi do të shajnë, do të sulmojnë etj, por ke një shumicë të madhe të heshtur pastaj që vlerëson punën që ti bën, kur e bën me ndeshmëri, me integritet dhe me një qëllim të mirë. Në momentin që nisma u shpall, në emisionet e pardjeshme, po dhe djeshme është folur për këtë gjë. Është folur gjerësisht. Dhe jo dhe aq për meritën tonë, po sepse besoj që ka nevojë për diçka të tillë në këtë moment. Është folur dhe në këtë emision ka pasur edhe përfaqësues të Partisë Demokratike, të cilët janë shprehur pozitivisht për këtë nismë. Kështu që nga Partia Demokratike qëndrimi është duket pozitiv. Ne po presim që të kemi një takim zyrtar me kupolën, me drejtuesit e Partisë Demokratike, besoj me Berishën, për të marrë një qëndrim zyrtar, si thosh të konfirmuar për këtë gjë dhe jo thjesht konfirmime nga përfaqësues të PD-s. E njëjta gjë edhe me partitë e tjera, se do të takojmë pastaj edhe partitë e tjera. Do takojmë Partinë Republikane, Partinë Agrare, Partinë me Shehajn, me Lapajn etj. Në qoftë se ai dëshiron, po patjetër është e ka derën hapur për tryezën tonë. Ju do të aftoni, apo? Se keni kështu me ftesa? Po, të ftesën e kemi bërë publike dhe i kemi thënë që jemi të gatshëm që të vi. Nuk ka asnjë problem. Për të qenë sinqert, nuk kam një lloj pritshmërie që do vi, duke pas parasysh se çfarë ka shpallur. Megjithatë, e ka derën e hapur patjetër. Po të ishte e lehtë do ta kishim bërë të gjithë. Ne kemi marrë përsipër të bëjmë një gjë që është e vështirë, jemi shumë vetëdijshëm për këtë. Ndoshta jemi delirantë dhe shpresojmë kot, por ndoshta dhe ja dalim. Mendoj që gjithsesi ky është një hap i parë. Është një hap i parë që do japim mundësi njerëzve që të mbajnë një qëndrim në raport me këtë. Sepse edhe ata që eventualisht mos duan të përfshihen në këtë gjë, mendoj që do të jenë objekt i presionit publik të shëndosh pozitiv të elektoratit që e dëshiron një bashkëpunim të tillë. Jo bashkim, s'po synim të bëjmë në një mega parti të madhe, të vetme. Nuk po flasim për koalicion në këtë moment, po flasim për një bashkëpunim. Domethënë ka disa po ti ndjekësh secilën një nga një, ka disa objektiva që i kanë përbashkëta. Domethënë, duan zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kanë një nga partitë e opozitës që nuk e don, gjithë duan. Okej, hajde mblidhemi në një tryezë edhe koordinojmë punën se si ta bëjmë këtë gjë. Si bëhet kjo gjë? Për shembull, duke patur një kod elektoral zgjedhor të përshtatshëm dhe më përfaqësues se sa ai që kemi. Kjo do të thotë që PD-ja duhet tërhiqet, duhet heqë dorë pak nga marrëveshjet e mundshme që mund të bënte me PS-n siç i ka bërë më përpara. A ka gatishmëri për këtë? Kam parë disa sinjale që ka gatishmëri për këtë. Në takimin që bëjmë me PD-n, do ta konfirmojmë nëse kjo gatishmëri është apo jo. Unë mendoj që është. Që në këtë moment partitë e vogla kanë një arsye për të qenë aty sepse janë viktimat e para të sistemi elektoral që kemi.
A duam mbështetjen e drejtësisë nga partitë e vogla? Kjo mbështetje ka qenë pa kushte etj. Nga PD-ja kemi një evolucion. Nga i qëndrimi agresiv në fillim, kemi një qëndrim pak më selektiv tani, që ka më pak sulme dhe më tepër mbështetje në parim. Kështu që do të shohim. Një gjë është e sigurt. Nuk ndodh një tryeza ka vlerë, pikërisht sepse ti do vish aty do të sakrifikosh diçka, përndryshe çfarë kuptimi ka. Do të thënë ato gjërat, ato ngjarje në të cilat ti sakrifikon diçka kanë më tepër vlerë për ty. Këto janë edhe ngjarjet e mëdha historike kur forcat ndryshme kanë rënë dakord me njëri tjetrin. Ky është kompromisi në fundit. Asnjëri nuk do ta ketë lehtë. Kemi bërë 1-2 takime informale, por do të fillojmë me takimet formale. Dhe në bazën e këtyre takimeve formale, sot, nesër, pas nesër varet, zgjasin disa ditë ose çdo kollaj me kap gjithë njerëzit për 2 ditë. Dhe në bazën e këtyre takimeve formale do shikojmë se çfarë qëndrimi ka secila, janë apo janë gatshëm që të vinë në tryezë, dhe ata që janë gatshëm që të vinë në tryezë, pastaj do të organizojmë tryezën ku ne do jemi moderator, ndërmjetës, që të jenë në terren neutral. Do që mos kanë ftuar njëri tjetrin, po të jetë dikush aty, domethënë si thosh, që po vinë në shtëpinë tonë. Do i lejnë armët te dera, se unë edhe ti jemi me traditë kështu gege, i varin armët aty te hyrja e kullës. Do përpiqemi që të garantojmë gjitha kushtet që aty brenda të bëhet diskutim real dhe jo sherr. Dhe gjithsesi ai që do vinë tryezë nuk besoj që do vi për sherr, se çka kuptimi ka. Se plusi do dali mirë pastaj në raport me opinionin publik, por nuk besoj që do vinë për sherr, do vinë për diçka konkret. Ai që vjen aty, ai që ka pranuar parim tryezën, do vi sepse ka minimalisht e mendon potencialisht që ka një interes dhe do përpiqet zgjidhë atë gjë që ka. Mund edhe ndonjëri të na thotë, shiko se unë do vi por me këtë kusht. Mund të ndodhi. Do flasim. Nëse ka një mirëkuptim nga të tjerët për atë kusht, dakor, pse jo? Është e kuptueshme. Në parim si kemi qef kushtet, sepse s'ka shumë kuptim kur vjen në atë tryezë, po edhe është pjesë e negociatave, e diskutimeve. Është e vërtetë, kanë konflikte me njëri tjetrin, kanë vizione ndryshme, kanë strategji të ndryshme politike etj. Kanë frikë eventualisht partitë e reja dhe vogla, sepse nga që e kanë shpallur veten si në luftë me partitë e vjetra, të mëdhaja, kanë frikë që ju zbehet kjo narrativa tek votuesit e vet. Unë mendoj që ata që vinë aty është e sigurt që diçka do humbin, do lëshojnë. Por janë po aq i sigurt që do fitojnë 5 fish më tepër. Në realizimin e objektiveve të përbashkëta, në tregimin në dëshminë e seriozitetit për objekt, se janë objektiva që nuk janë thjesht për partitë, janë për funksionimin e demokracisë në Shqipëri, janë për shoqërinë shqiptare në tërësi. Nëse ti i thuj jo këtyre interesave, për shembull zgjedhje të lira dhe të ndeshme, çfarë do thosh? Unë s'do të vinë tryezë se nuk dua zgjedhje të lira dhe të ndeshme? Patjetër që të gjithë duan. Një nga arsyet kryesore pse njerëzit përtojnë të votojnë, nuk dalin të votojnë, është sepse mendojnë që vota tyre nuk ka kuptim, nuk ka vlerë. Pse do ikësh ti do lesh plazhin një fundjavë maj ose qershori, duke ditë që gjithsesi ti do votosh, po ai që për cilin ti do votosh nuk do fitojë gjë. A ja vlen? Jo. Atëherë ç'ndodh? Nëse ai shikon që vota jote ka pesh, që ai personi që do kesh aty përballë, ndoshta thjesht për votës tënde mund të jetë një situatë e Bashkisë Tiranës ku ndaj historia për 10 vota. Pra kur ai shikon që vota jote ka impak, ka një shpresë që ai për cilin ti mund të votoje, mund të fitojë, atëherë nxitet për të bërë një sakrificë të vogël me kohën, energjinë e tij dhe për të. Ka dhe një gjë tjetër. Njerëzit kanë prirën të votojnë, me të gjitha nxiten për të votuar, kush për një entitet, për një forcë politike që ata mendojnë e shikojnë si fituese. Psikologjikisht në pavetdije, kjo është psikologji politika, njerëzit kanë prirën që është ai efekti lokomotivës. Kanë prirën që të shkojnë të votojnë për fituesin. Për ata që ata e mendojnë si fitues. Ka edhe një efekt të tillë. Të dy këto efekte bashkë bëjnë atë që thashëm në fillim, që një bashkëpunim i forcave të opozitës nuk është thjesht bashkimi i numrave të tyre, por sjell më tepër se sa aq, që gjitha njerëz që i nënshtrohen këto dy efekteve psikologjike që thash, këta mund dalin votojnë edhe këta nuk janë pak. Këta mund të jenë 5%, 6%, 10% dhe nuk janë pak.
Partia Demokratike ka sfidat e veta të brendshme, por ne së jashtëmi, sidomos në këtë status jemi, se unë si analist i pavarur e tjetër, mund t'jap 100 ide dhe mendime brillante këtu se siç po të PD-ja. Dakor, mund të pyesësh. Po nuk do të përgjigjem dot si bashkëthemelues i këtij forumi. Përgjigjem si analist i pavarur pastaj. Do të detyrohesh të nxjerrësh titrat, analist i pavarur. Secili prej nesh ka ide. Në rastin konkret, qëllimi i kësaj nuk është në fakt që të marrim dhe të reformojmë partitë. Se çfarë mund t'i thosh ti një parti me çfarë të drejtë unë nga jashtë, mund t'i them Sali Berishës ikti liro vendi nëse bëhen zgjedhje dhe fiton Sali Berisha aty brenda, nëse njerëzit e duan ta kenë Sali Berishën aty brenda. Ja u bëm nëse sot bëhen zgjedhje në PD, kush mendon që do i fitojë zgjedhjet? Berisha. Çfarë legitimiteti kush jam unë nga jashtë që ti them tani Sali Berishës ik ti sepse janë ca njerëz që mendojnë që ti duhet ikësh dhe duhet ndryshojë elita politike aty brenda. Nuk pavarësisht asaj çfarë mendojnë, unë mund ta them atë çfarë mendoj si analist i pavarur etj. Ajo është mohabet tjetër dhe është mohabet shumë i komplikuar. Por në rastin konkret të forumit nuk është detyra jonë për ta bërë atë gjë. Detyra jonë themelore është kjo. Hajde të përpiqemi, është një shprehje që e kam përdorur edhe herë tjera dhe më duket që është më e përshtatshme. Hajde të përpiqemi ta bëjmë bukën me atë miell që kemi, jo me miellin ideal. Po pritëm miellin ideal, do vdesim urije. Se mund të rrim edhe 30 vjet tjera duke pritur që ndryshohet elita etj, dhe elita mund mos ndryshojë asnjëherë. Nuk është çështja thjesht që se ikën njëri e tjetri dhe ndryshoi elita. Sepse në fundit ç'a ndodhi me Partinë Socialiste? Ikën ca të vjetër, xhaketat e vjetra që i thonin këta i quanin, edhe erdhi Erion Veliaj. A ndryshoi gjë? Pra nuk është çështje thjesht ndryshimi i elitave, është më tepër se sa aq. Por nuk është detyra jonë në këtë moment. Unë mendoj që nëse partitë do ndryshojnë, partitë në përgjithësi ndryshojnë atëherë kur janë në vështirësi. Kur e kanë punën keq, ose kur janë të detyruara që të ndryshojnë. Në vende si joni, se në vende tjera ku ke standarde më të larta, s'ke ç'a ti bësh, ti e shikon që nuk po funksionon, do hapësh krahun se s'të le as elektorati jot. Po Shqipëria ka tjetër logjik. Dhe është logjika njerëzve, unë s'mund t'jau delegitimoj se kush jam unë nga jashtë që t'i them dikujt ikti tani. Kjo është vërtet. Dhe tash po flas si analist. E para, janë dy faktorë pse jemi në këtë lloj situate. Njëri faktor që nuk është i neglizhueshëm, dhe me kalimin e kohës un kam forcuar një lloj bindje që është faktor shumë i rëndësishëm, është që ne nuk kemi pasur zgjedhje të lira dhe të ndershme këtu. E para, nuk është faktori i vetëm, është një nga dy faktorët. Mund të ndodhë shumë mirë që edhe po të kishin pasur zgjedhje të lira dhe të ndershme, mund të kishte fituar prap Rilindja. Por jam absolutisht i bindur që s'do kishte fituar me të njëjtin rezultat. Kjo është një gjë për cilën jam jashtëzakonisht i bindur, për aq njohuri sa kam unë, për aq historira sa kam dëgjuar, për aq dëshmi sa kam dëgjuar, për gjithë ato rekomandimet edhe kritikat që kam pa nga Odiri dhe janë një pjesë është vetëm maja e icebergut, se ne personalisht dim shumë gjëra më tepër se saq. E para. E dyta, po është e vërtetë, dhe unë kam qenë vazhdimisht kritik ndaj opozitës për këtë, sidomos ndaj Partisë Demokratike, që opozita në vetvete nuk ka ditur dot të ngrihet në lartësinë e detyrës. Dhe kjo lartësi e detyrës kërkon që jo thjesht ti të jesh një opozitë e mirë, kërkon shumë më tepër se sa kaq. Ti duhet të jesh një opozitë që të jesh aq frymëzuese dhe mobilizuese sa praktikisht ta kompensosh edhe këtë problemin e problemet e shumta në tërësi që kanë zgjedhjet në Shqipëri. Ty të duhet dy fish punë dhe opozita nuk ka bërë dy fish punë, s'ka bërë as atë çfarë duhet të bëjë në mënyrë bazike. Kështu që jam dakord me atë, por janë të dy faktorët. Spaku është një instrument që është i drejtësisë, që ka një rol ka patur deri tani një rol të jashtëzakonshëm për faktin e thjeshtë që ka arritur të nxjerrë në shesh skandale të mëdha, ka arritur të bëjë këto skandale të dukshme dhe të besueshme nga opinioni publik, se kur i thot këto Berisha në konferencë për shtyp, njerëzit i trajtojnë si barcaleta, nuk e marrin seriozisht. Në fakt Spaku ka nxjerrë një pjesë të mirë të gjëra, i ka bërë juridikisht dhe politikisht, pavarësisht se është një institucion politik, por politikisht i ka bërë të besueshme. Ka bërë konkrete, duke nxjerrë dhe përfshirë përgjimet e gjërat e tjera. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Kjo është arsye pse kanë
besueshmëri të lartë në publik etj. Nga ana tjetër patjetër që kjo çështja e spakut nuk mund t'ia lësh në dorë vetëm spakut. Prokurori është prokuror, detyra e prokurorit është ta akuzojë. Ti do të kesh dhe instrumentet e tjera për të garantuar atë që quhet siguri politike. Dhe çfarë është siguria politike? Është një lloj garancie që ti ke si qytetar i Republikës që një ditë drejtësia nuk do të bëj kokës këty në mënyrë të padrejtë. Nuk është çështja thjesht e spakut, se spaku ka për detyrë të akuzojë, kjo është një gjë, është GKK-ja, gjykatat etj. Por në thelb sistemi i drejtësisë duhet ta garantojë këtë sigurinë juridike. Sepse rrezikojmë pastaj eventualisht që në një moment kalojmë në një sistem pak ose shumë në një sistem që ku sistemi i drejtësisë pastaj bëhet aktor në lojën politike. Në fakt kemi pas indicie që kjo gjë ka ndodhur. Konkretisht, kemi vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese që thotë që Berisha është mbajtur pa të drejtë nga pikpamja juridike, shkelje të drejtave kushtetuese, 1 vit në apartamentin e tij. Domethënë ka një problem aty brenda, domethënë ta vërteton. Këto gjëra do të shmago. Megjithatë në vetvete për atë çka ka ndodhur deri tani, ne nuk do ishim në këtë situatë nëse nuk do të ishte spaku. Do të ishim akoma në situatën ku PD-ja del në podium ditë për ditë, akuzon për skandale, njerëzit ca i besojnë, ca si besojnë. Një pjesë mirë këtyre skandaleve ne nuk do t'i besonim. Do i mendonim të egzageruar, se ka pas gjëra aty që nuk na shkonte në mend. Që të harxhohen 10 milionë euro për çokolata, kujt i shkonte në mend? Se që të vidhet 5% edhe 10% e 20% e 50% e një tenderi, këto e mendojmë ne. Po që ti të shkosh 10 milionë euro çokolata për një institucion që çdo që ti jap gjithë vitin ti ngopësh gjithë mes drekdark me çokolata nuk ja dalin dot ti mbarojnë, ka një problem. Dhe këto gjëra i nxori spaku. Janë dy çështje që s'kan pikën e lidhjes me njëra tjetrën. Edhe një student i dobët i juridikut e kupton shumë qartë që janë dy çështje që s'kan lidhje fare, pezullimi me heqjen e mandatit. Janë dy masa të ndryshme, dy gjëra që nuk kanë lidhje, nuk ka pse të varet heqja e imunitetit nga pezullimi, nga detyra. Fare. Madje edhe mund të harrosh fare këtë të parën, merresh vetëm me dytën, me çështjen e heqjes së imunitetit. Nuk kjo është bërë sepse socialistët kanë vendosur të përballen me ta përballojnë koston e përballjes me drejtësinë, kanë marrë parasysh do ta bëjnë. Përfshi dhe përballjen me sponsorët ndërkombëtar të sistemit të drejtësisë, me amerikanët dhe me BE-n, edhe me opinionin publik, me atë pjesë të opinionit publik që pa qenë partizan e kuptojnë butallallëkun dhe banalitetin e kësaj lloji artifice. Kështu që thjesht kanë marrë përsipër ta bëjnë, ju është dashur një pretekst. Një pretekst qëllimi është që kjo zgjatet përtej 3 muajve, sepse pas 3 muajve pastaj kërkesa për heqjen e imunitetit automatikisht konsiderohet e rrëzuar. Unë mendoj që gjërat nuk janë bardhëzi, mendoj që edhe në përgjykata, ndoshta edhe në SPAK, jo ndoshta, po jam i bindur që është ashtu, edhe në SPAK edhe në gjykatat e niveleve të ndryshme, ke prokuror, ke gjykatës të cilët e bëjnë punën e tyre me shumë përgjegjësi, janë shumë efikas, të ndershëm, me integritet, ke edhe nga ata të tjerë pasaj që eventualisht mund të ndikohen edhe të kontrollohen politikisht, patjetër. Kështu që të dyja janë si mundësi. Se ne mendojmë gjithmonë SPAK-un sikur është një grup homogen njerëzish. Janë 20 veta aty dhe këta 20 mendojnë njësoj, kanë të njëjtat objektive atje. Jo, nuk është ashtu. E njëjta gjë me gjykatat dhe ne kemi parë nga mënyra si kanë marrë vendimet dhe shumë. Nuk dua të futem në koment, sepse pavarësisht jam as jam unë dakord me vendimet e gjykatës kushtetuese, në fund të fundit kosta që ne paguajmë duke delegitimuar gjykatat është më e madhe se kjo çështja e kundërshtimit të asaj. Kështu që e kanë marrë atë vendim, okay, jemi në demokraci, në institucione, s'kem që të bëjmë. E morëm, do ta zbatojmë atë urdhër. Unë i zbatoj urdhrat e policit në rrugë edhe kur nuk jam dakord me ato. S'kam që të bëj, sepse kosto e mos zbatimit të urdhrave të policit nga të gjithë ne bashkë është më e lartë se sa ajo e zbatimit të një urdhri që mos më pëlqen.